Ky është një prej modeleve të manastireve të Malit Shenjtë. Manastiri i Vironit, ky që po shihni mbas shpinës time, më pas do hym pak shoqëruar dhe nga njëri prej murgjve për ta parë. Është një manastir tipik i ndërtuar në Shkëm, por buzë detit, është i famshëm sepse brenda tij ndodhet ikona e Shënmërisë, që konsiderohet një prej ikonave më të rëndësishme dhe më të shenjta të botës ortodokse. Dhe dini pse? Sepse ikona ndodhej në Konstantinopoj, por në momentin që Konstantinopoja ra në dorën e Osmanëve, një grua që ruante ishte në dilemë nëse duhet ta merrnin ata apo ç'do të bënte me të. Ikona Befas foli dhe i tha gruas, sipas legjendës, që ta hidhte në det. Gruaja e hodhi në det në Konstantinopoj dhe ajo u shfaq përballë malit Athos në këtë zonë në det duke lundruar, jo e shtrirë, por e ngritur lart. Mbi ikonën kishte një rreze dielli e cila e tregonte atë. Murgjit tentuan t'i afroheshin, por ikona largoi. Dhe në këtë moment, në një murg në majë të malit Athos që ndodhet atje sipër, që quhej Gabriel, Befas përpara tij u shfaq Shënmëria dhe i tha që vetëm ai duhet shkonte ta merrte. Murgu hodhi rrobën e tij të zezë në ujë, e cila nuk u zhyt, notoi me të deri tek ikona, e mori dhe e solli në manastir. Sot ndodhet brenda manastirit, ne do hyjmë deri në hyrje, mund ta shihni në video, po brenda ikona nuk lejohet që të filmohet, ndërkohë që manastiri është themeluar nga murgjit gjeorgjan dhe ka një numër të madh murgjish, madje edhe një numër të madh punonjësi shqiptar. Shqiptarët janë prezent kudo në zonën e Malit të Shenjtë. Kjo është hyrja. Nëse shihni në vijim edhe në pikën tjetër, në këtë drejtim vazhdohet për manastir, do hym tani me murgun dhe do ju tregoj edhe pjesën se si manastiri është krejtësisht i vetë financuar. Brenda tij ndodhet edhe salla e ngrënies me tavolina 1000 vjeçare. Dhe shohim tani. Ikona e të Shenjtës, Aksion Esti, është e vitit 900 pas Krishtit, ku u bë një mrekulli këtu në Malin e Shenjtë, jo këtu në kishën Protato, kishën qendrore të Malit të Shenjtë të Karijes, por në një qeli që quhet Aksion Esti. Ti meriton. Pas anthojavës, tani nuk mund të shkojmë sepse është larg. Pra atje ndodhi një mrekulli. Një ditë, hierondi, i pari i manastirit. Fillimisht duhet të themi se këtu, në Agripni, vinin vetëm hierondet e Agripnis. Bindësit dhe murgjit e tyre qëndronin në shtëpi, në qelit e tyre. Kur erdhi hierondi, i tha bindësit të tij: "Do të qëndrosh këtu dhe do të kryesh shërbesën, ndërsa unë do të shkoj në kishën Protato." Në një moment trokiti në derë një murg dhe ai ishte kryeëngjulli Gabriel. Deri në vitin 900 pas Krishtit, nuk e psalnin "Ti meriton me të vërtetë të lumturojmë, ty hyrlindësen", por psalnin vetëm "Dhe me të lavdëruarën pa krahasim se serafimet." Por kur ndodhi kjo mrekulli, ku u shfaq kryeëngjulli Gabriel, ai filloi të psal "Aksion Esti, ti meriton." Murgut i pëlqeu shumë, pasi e dëgjoi për herë të parë dhe i tha: "Do të ma shkruash diku." Por atëherë nuk kishin letër dhe laps. Atëherë kryeëngjulli Gabriel i tha: "Merr një pllak qeramide dhe shkroj sipër me gisht." Kjo ishte edhe një provë bindëse për hierondin, sepse kur ai u kthye, i tregoi pllakun. Ajo pllak u mori këtu dhe u dërgua në Konstantinopoj, ku më pas humbi. Prandaj ikonën e të Shenjtës e morën nga atje, e sollën këtu dhe vendosën brenda në hierore. Hajdeni tani, ikona kur del nga aty, në ditët e mëdha, Krishtlindje, Pashk, festa e saj, del nga aty dhe vjen këtu. Del kjo dhe shkon atje. Vjen ikona origjinale këtu, ndërsa gjatë gjithë vitit ruhet brenda në hierore. Kur del ikonën e shoqëron e gjithë komuniteti i shenjtë. Do të shkoj këtë vit në Mesologjio, në vitin 1821, për të festuar 200 vjetorin e revolucionit grek. Ikona largohet, më parë, mbretërit shoqëroheshin me çadra. Kështu del e të Shenjta nga këtu dhe lexohet Paraklisi. Kështu del dhe nxjerrim jashtë kishës. Kur del nga hieroria për t'u sjell këtu, duhet të lexohet Paraklisi. E njëjta gjë bëhet kur e marrin nga këtu dhe e kthejnë përsëri brenda në hierore. Këtu është kjo pllak. Atëherë në kohët e hershme, por edhe sot, nëse komuniteti i shenjtë i Malit të Shenjtë nuk mund të nxjerrë një vendim, ata vinë këtu përpara të Shenjtës, që të jetë ajo që ju jep zgjidhjen.
Kjo pastaj shënohet në proces verbalet. Në këtë vend, komuniteti i shenjtë kryen punimet e tij. Është brenda një erore, në front. Këtu është kryeqyteti i Malit të Shenjtë. Këtu është kryeqyteti i Malit të Shenjtë, komuniteti i shenjtë. Në komunitetin e shenjtë marrin pjesë 20 manastiret. Kjo kish është që nga shekulli 11 pas Krishtit, por siç tham, brenda saj ka themele që datojnë që nga shekulli i 4 dhe lidhen me Shën Helenën, nga koha e Konstantinit të Madh. Këtu është policia dhe administrata civile, ku administratori civil caktohet nga çdo qeveri. Ai është si një prefekt. Ka disa katërshe. Aktualisht katërshja drejtuese përbëhen nga përfaqësuesit e manastireve të Lavrës së Madhe, Dhoqariut, Ksenofondit dhe Esfigmenit. Këtu funksionon sistemi më demokratik i administrimit. Viti pasardhës, më 1 qershor, sipas kalendarit të vjetër, administrimi do ndryshojë. Këta 4 persona do të largohen dhe do të zvendësohen nga persona të tjerë. Për çdo të hënë dhe të enjte, zhvillohen mbledhje ku marrin pjesë të 20 manastirët. Në ndërtesën atje sipër, në sallën që ndodhet lart, për çështje të ndryshme që shqetësojnë Malin e Shenjtë, edhe për çështje fetare, por ndonjëherë ka edhe çështje politike që prekin Malin e Shenjtë dhe komuniteti i shenjtë duhet të nxjerrë deklarat, duhet të marrë vendim. Çdo manastir ka igumenin dhe plejsinë e vet, këshillin igumenik. Komuniteti i shenjtë nuk ka kompetencë mbi administrimin e brendshëm të manastirit. Çdo manastir është autonom, çdo manastir ka rregulloren e tij. Por sa i përket çështjeve që lidhen me tërësinë e Malit të Shenjtë, vendimet merren nga komuniteti i shenjtë, nga përfaqësuesit e manastireve, me të parin Malin e Shenjtë. Ka edhe një skit rumun, madje 2 skite rumune, por ata kur vijnë këtu, marrin shtetësinë greke dhe regjistrohen në katalogun murgjëror, marrin pasaportë greke dhe kartë identiteti greke. Në Malin e Shenjtë nuk ka vetëm serb, rumun, ruz, ukrainas. Ka nga e gjithë bota. Kemi edhe nga Shqipëria, nga e gjithë bota, edhe nga Kina sigurisht. Rreth 2500, mbi 2000 murgjër. Ka rreth 3000 punëtor. Pjesa më e madhe, ja thash edhe mitropolit të Korçës, kur e ftova në Panajir, janë nga Shqipëria. Ne si Mali i Shenjtë i detyrohemi një mirënjohje të madhe vendit tuaj, sepse këto manastire, këto qeli, janë ndërtuar që nga viti 1000. Nuk e dim nga cilët njerëz atëherë, por që prej hapjes së kufive, në vitin 1991, punëtorët më të shumt janë nga Shqipëria. Unë prej 35 vitesh kam pasur djem punëtor nga Shqipëria. Qelia ime është atje sipër, atje ku dëgjojnë tingujt dung-dung, atje punojnë ustallarët. Ajo atje sipër, ajo kish që është jashtë, është ndërtuar nga duart e ustallarëve nga Shqipëria. Si përmarrësi i parë jam unë, duke treguar duart. I pari unë. Unë jam zgjuar dhe ngritur që në orën 4:30. Në orën 6:30 dola bashkë me djemt, çuam gur, sepse po bëjmë bordurat. Në orën që u takuam, unë përgatita ushqimin dhe më pas do të shkoj të laj pjatat dhe pastaj do të vazhdoj punën. Duhet që ne të japim shembullin të parët. Anastasi u rrit këtu. Babai i tij ishte punëtor, nga të parët që erdhën në Malin e Shenjtë. Unë e njoh që kur ishte fëmijë i vogël. Por tani, disa kur duan të vënë mendjen e tyre në punë, nga punëtor bëhen si përmarrës. Ai banon me familjen e tij në Jeriso, dhe qëndron tërë javën këtu, dhe kemi bashkëpunim të shkëlqyer. Bën punë shumë të mirë. Ne nuk na bashkon shteti, por na bashkon Krishti. Nuk mund të ndryshoj asgjë, nëse nuk merret vendim nga komuniteti i shenjtë. Shikoni edhe protoepistatin. Shive çfarë filozofie, punojnë të gjithë bashkë, priftërinj së bashku me njerëzit. 2500 murgj dhe priftërinj, 3000 punëtor janë për ditë në punë. Pjesa më e madhe e tyre shqiptar në një mini republik brenda territorit grek ku gjitha vendimet merren në mënyrën më demokratike të mundshme prej 1000 e ca vjetësh. Imagjino çfarë lloj sistemi funksionon, sistemi politik që funksionon. Nuk mund të bëj vetë çfarë të doj. Duhet të jap leje komuniteti i shenjtë. Vetëm leja e qëndrimit që u jepet paguhet. Në Malin e Shenjtë, ajo që bekon e tërë shenjta është mikpritja. Ne muzhve këtu nuk na intereson nëse është nga Shqipëria, nga Korea, nga Kongo apo nga Gjermania. Na intereson personi, sepse është personi sipas ikonës dhe ngjashmërisë së Perëndisë, që është vetë Krishti. Një nga 20 manastiret është atje. Manastiri i Stavro-Nikitas. Ishin 2 murgjër, njëri quhej Stavro dhe tjetri Nikita. Manastiri është kushtuar Shën Nikollës.